Gjatë këtij sezoni veror me ndryshimet ligjore në çdo 1 kilometër vij bregdetare, 300 metra do të jenë publike. Parcelat publike të plazhit janë lënë në menaxhimin e bashkive dhe në velipoj është vendosur që organizimi të bëhet i ndarë në 2 pjesë: plazh publik me pagesë, ku mund të gjesh edhe shezlong, apo e gjithë hapësira e lirë për pushuesit. Për këto hapësira, të cilat do të kalojnë në administrimin e bashkisë, po punohet me intensitet të lartë në mënyrë që të bëjmë mobilimin e tyre, që të krijojmë kapacitetet edhe kushtet për pushuesit që duan, pse jo të kenë përveç asaj hapësirës pa pagesë, të kenë edhe një hapësirë e cila paguhet, shezloni, çadra edhe ato kushtet që ofron një stacion plazhi normal. Ne së shpejti këtë ditë do të shpallim edhe një dëgjes për transparencë me publikun nga ana e SHA-s, e cila mori në administrim të sipërfaqe. Jemi duke diskutuar për një çmim që varion nga për të thënë gjysma e çmimit të tregut, por pse jo për ta thënë edhe të saktë që varion nga 3.500 lekë deri në 5.500 lekë të vjetra, që mund të shkojë diku tek një mesatare 400 lekë, që besojmë që është një çmim i përballueshëm. Në vijën bregdetare të Durrësit, po ashtu po vijon puna në terren nga ana e bashkisë për të përcaktuar cila do të jenë parcela publike që do të jenë të dukshme me sinjalistik. Duhet që të ripërditësohen të gjitha ato hapësira, themi, të parcelave të plazheve dhe më pas për ta bërë atë sa më të aksesueshëm, do doja t'i shtroja dhe t'i ftoja, pse jo, t'i bëja një ftesë të gjithë qytetarëve, qofshin to vendas, pra Durrësak apo jo, që pushojnë dhe do të pushojnë, ka menduar të pushojnë në vijën bregdetare të qarkut të Durrësit, të cilët do duhet që të shfrytëzojnë patjetër dhe të shplodhen në ato hapësira publike, të kushtuar plazheve publike, por njëkohësisht do duhet, sikundër ata e gjejnë në mëngjes plazhin e pastër, të rregullt, të lirë, do duhet ashtu dhe ta lejnë në momentin që ato largohen nga kjo hapësirë publike. Paralelisht, bashkitë po komunikojnë me personat e licencuar si vrojtues plazhi, me qëllim që plazhet publike të garantojnë sigurinë për pushuesit.